Zonja e pare vendit të Utatopi e shoqëruar nga aktorët Drita Pelingu, Edi Luarasi dhe Tinka Kurti kanë vizituar ditën e fundit të vitit 2011 foshnjët e braktisura në maternitetin e mbretëresha Giraldin në kryeqytet. Pasi kanë shpërndar personeli dhurata për nevojat e përditshme në përkujdesin e këtyre foshnjeve, bashkëshortja e presidentit Topi ka apeluar për nënat që marrin vendime për të braktisur të porsalindurit. Duhet të bëj thirrje të gjithë rinis që të jenë më të kujdesshëm, të bëjnë veprime më të përgjegjshme dhe ta konsiderojnë familjen gjën më të shtrenjtë në botë, më të rëndësishme dhe fëmijën si gjën më të bukur të familjes tyre. Disa nga këto bebe mund të jenë më me fat pas një viti kur do t'i dërgojnë një timorës për t'u birësuar në ndonjë familje. Aktoria Drita Pelingu ka apeluar për familjet pa fëmijë ta bëjnë më shpejt këtë procedurë. U bëj një apel atyre që ndoshta e shikojnë këtë moment tonin këtu, që në qoftë se kanë mundësi të mendojë dikush për këtë fëmijë. Paçim fat. Vetëm në maternitetin mbretëresha Giraldin, 30 është numri të porsalindurve gjatë këtij viti, të cilat kanë mbetur vetëm nën kujdesin e mjekëve, infermierëve dhe punonjësve social.